Ja ku erdhëm në përfundimin e programit të Ramazanit. Dhe sot jemi së bashku me vullën e profetëve, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qielli nuk pa mënyrë të dërguar pas tij. Toka nuk dëgjoi më shpallje pas fjalëve të tij. Zinxhiri i profetëve u mbyll, përgjithmonë me ardhjen e tij. Ai nuk ishte një mbret me kuror, por zemrat e miliona njerëzve e pranuan si udhëheqës. Nuk ishte një ushtri të madhe kur nisi thirrjen, por fjalët e tij pushtuan botën. Nuk kërkoi pasuri apo lavdi, por u bë më i pasur në zemrat atyre që ndoqën. Zoti e zgjodhi atë si dërguarin e fundit, vullën e profetëve, dritën për njerëzimin. Ata që do të përmbushte premtimin hynor dhe do të sillte mesazhin e fundit për të gjithë brezat deri në fund të kohës. Ky është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vula profetëve, drita e fundit që do të ndriçojë rrugën e njerëzimit përgjithmonë. Një natë të qetë, në qiellin e pafund të Arabisë, një grua e devotshëm, Amina, mbante në duart e saj një foshqe të vogël, me një fytyrë të pastër dhe të ndriçuar. Ajo nuk e dinte se kjo foshqe do të ndriçonte botën përgjithmonë. Ai ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, profeti i fundit i Zotit, mëshirë për të gjithë njerëzimin. Kjo është historia e tij. Në historinë e dashurisë, sakrificës dhe besimit, që do të mbetet përgjithmonë në zemrat tona. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lindi në Mekka, një qytet i vendosur me shkretirën së Arabisë, i njohur me Qaben e shenjtë. Babai i tij Abdullahu kishte ndërruar jetë para lindjes së tij, dhe nëna e tij Amina e rriti me dashuri. Por vetëm pak vite më vonë, edhe nëna e tij ndërroi jetë, duke lënë jetim. A mund të imagjinoni sa vështirë ishte kjo për një familje? Megjithatë, Zoti e kishte zgjedhur për një qëllim të madh, dhe ai do të kujdese për të. Muhamedi alayhis salam u rrit në kujdesin e gjyshit të tij, Abdul Mutalibi, dhe më pas xhaxhait të tij, Ebu Talibi. Ai ishte një djalë i ndershëm, i mençur dhe i dashur nga të gjithë. Njerëzit e quajnë El Emin, besniku, sepse ai nuk gënjente kurrë dhe gjithmonë ndihmonte të tjerët. Jeta e tij vazhdoi e qetë, derisa një natë ku ishte 40 vjeç, ndodhi diçka që të ndryshonte përjetësisht jetën e tij dhe të gjithë botën. Ai shpesh konte në shpellën Hira, larg nga zhurma dhe padrejtësia e Mekës. Atje ai mendonte për krijimin, për Zotin, për të vërtetën. Një natë, në errësirën e thellë të shpellës, ndjeu diçka të jashtëzakonshëm. Pa pritur, një zë i fuqishëm dhe i ndershëm e mbuloi gjithçka përreth tij. Ishte Xhibrili, meleku i Zotit, dhe i tha: "Lexo!" Muhamedi alayhis salam, i habitur dhe i friksuar, u përgjigj: "Nuk di të lexoj." Por Xhibrili e shtrëngoi dhe i tha përsëri: "Lexo me emrin të Allahut, të cilët të krijoi." A mund të imagjinoni frikën dhe emocionet e Muhamedit alayhis salam? A mund të imagjinoni frikën dhe emocionet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në ato momente? Ai u kthye me vrap në shtëpi, duke dridhur dhe i tha gruas së tij të dashur, Hatixhes radiallahu anhu: "Më mbështjell, më mbështjell." Hatixha, një grua mençur dhe e dashur, e qetësoi dhe siguroi: "Zoti kur nuk do të lërë të vetëm, sepse ti gjithmonë ndihmon të tjerët. Je i drejtë dhe i mëshirshëm." Kjo
ishte fillimi një misioni të madh. Zoti e kishte gjedhur atë si profetin e fundit, për t'u sjell njerëzve mesazhin e vërtet, që të adhuronin vetëm një Zot dhe të jetonin me drejtësi dhe mëshirë. Por ky mesazh nuk u prit mirë nga njerëzit e pasur dhe të fuqishëm të Mekës. Ata nuk donin që ta hiqnin dorën nga idhujtaria dhe padrejtësia. Ata filluan ta tallin, ta fryjnë dhe madje ta dëmtojnë dhe atë pasurinë e tij. Ebu Xehli, një nga armiqet më të mëdhenj të Islamit, përpiqej ta ndalonte me çdo mënyrë. Bilali radiallahu anhu, sklavi besimtar, u torturuar vetëm sepse besonte në një Zot të vetëm. Mekasit i përjashtuan muslimanët nga qyteti dhe i lanë të vuajnë nga uria dhe etja. A mund ta imagjinoni sa vështirë ishte kjo për profetet dhe ndjekësit e tij? Por ai kurrë nuk heqi dorë. Ai gjithmonë besonte në premtimin e Zotit dhe vazhdoi të përhapte Islamin me budësi dhe durim. Kur situata u bë shumë e rrezikshme, Zoti i udhëroi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesve të tij të largohen nga Mekja dhe të shkojnë në Medinë. Në qytet ku njerëzit donin dhe e prisnin me gëzim. A dini çfarë ndodh rrugës? Armiku i ndoqi dhe ata u shehen në një shpellë të vogël. Një nga momentet më të bruka këtë saj historie është ku Ebu Bekri radiallahu anhu, shoku i tij besnik, u qetësua se armiq mund t'i gjejnë. Por Muhamedi a.s. i tha me qetësi: mos u trishtoni, Zoti është me ne. Dhe me të vërtet, Zoti i mbrojti ata. Një merimang thuri një rrjet në hyrje të shpellës dhe në mbyllum deri një fole aty pranë. Duke bërë armiq të mendonin se askush nuk ishte futur aty. Pas shumë viteve në Medinë, Islami u përhap gjithnjë e më shumë dhe njerëzit filluan të pranonin fenë e vërtet. Pas një kohe, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u kthye në Mekë. Por jo si një pushtues i ashpër, por si një profet më shqiplot. Kur hyri në qytet, njerëzit që dikur e kishin përndjekur, dridheshin nga frika. Por çfarë bëra ai? Ai tha: sot nuk do të kthehem hakmarrje, ju jeni të lirë. Fjalët e tij të fundit ishin: o Zot, ummeti im, o Zot, ummeti im. Dhe në momentet e fundit, ai mendoi për ne. Dhe kjo është arsyeja pse ne e duam dhe e ndjekim atë. Besimi dhe derimi gjithmonë shpërblehen. Falja dhe mëshira janë më të fuqishëm se hakmarrja. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte drita që na tregoi rrugën e drejtë. Deri në emisionin e jon të radhës. Mirupafshin, selam aleikum.